Profeti jonë i dashur e çliroi Mekën, e shenjtë, e çliroi. I mori ato idhujt dhe sa i brekte pishin vet. Se idhuj janë ato, statuja janë ato, pablera janë ato, univers ato nuk kanë kriju, qiell e tokë ato nuk kanë kriju, yja ato nuk kanë kriju, diell s'kan kriju, hën s'kan kriju, njerëz s'kan kriju, 7 miliard aktual nuk i kanë kriju, miliarda që kalon nuk i kanë kriju, miliarda që do vinë nuk i kanë kriju, Kur'an ato s'kan zbrit, profet ato s'kan dërgu, kështu që statuja i hodhi profeti ato. Disa nga ato që ishin Mekë kishin bërë krime ndaj muslimanëve. Një nga ato quhej i krime, kështu e kishte emrin. Kishin bërë krime shumë ndaj muslimanëve. Ja kishin vrarë Xhajen, Hamzan, ja kishin konfiskuar pasurinë profetit dhe i kishin bërë dhe u trem, u shliru Meka, u fuqisu profeti, ai u trem dhe iku, u largu. Shikoje profet kemi, shikoje fet madhe kemi, shikoje çfarë mëshire qarkullon. Dhe vjen bashortja i krimes, baba i vet ishte Abu Xhehli, është quajtur faraoni i umetit islam, kishte vdekur jo besimtar, ky ishte djali i vet, edhe për inat babës kishte vrarë musliman, kishte bërë shumë të këqija. Shikoj kush është Islami i vërtet. Dhe i vjen bashortja i krimes, kishte dëshmu, fuqishëm, po kështu të papërsërishme kishte thonë me shahadetin e madh la ilaha illallah. Dhe vjen ai, i tha, o i dërguar i Zotit. I tha fol. Tha un jam muslimane tash. Tha të begatofti i madh i Zot. Shumë mirë. Tha i krimja bashkëshorti im. Tha e dim çka ka profeti. Tha mund të jem unë që e mbroj. A mundem unë që t'i them ktheu se po ikëm, do humbi, nuk do bëhet kur musliman, do shkojnë zjarë që jenemi. S'ka për të shijuar si pikë ndërin këtë botë, se pas Zotit nuk shijohet kjo botë. Tha ku e ke hallin? Tha a është mbrojtjen time nëse unë e kthej? Pra i tha profeti e ke mbrojtjen, e ke. Dhe shkoi e thirr bashkëshortin nga larg u kthej. Tha im ka fal Muhamedi, shikoje. Më ka fal Muhamedi, tha të ka fal ti Muhamedi. Tani imagjinoje si do i dilte para, ja kishte vrarë Xhaxhain, krime pa fund, konfisku pasurinë, përgoju 20 vjet, thashë theme 20 vjet, intriga 20 vjet, mashtrime 20 vjet, dhe do i dilte përballë, po ai tashmë i fuqishëm ky i dogut, përpara ishte ky i fuqishëm profeti i dogut. Edhe me zor, me turp, profeti tha i fjalë mëdha. Thash babai i vet ishte faraoni i umetit që vdisi jo besimtar. Shikoje. Të lutem shumë. Zoti i gjithdijshëm ti beso Zot dhe si i mençur? Zoti i gjithë mençur dhe të mëson ty me Kur'an dhe ti si e i zgjuar, nuk pranohet kjo në Islam. Profeti me mençuri, kur i thanë që është duke ardhi krimja, i tha sahabëve, shokëve të vet, popullit vet. Tha, tashmë që është duke ardhur, askush për jush mos foli keq për babain e vet. Se fjalët që themi ne si bëjnë dëm babait se ka vdek, i bëjnë dëm fëmijës që është akoma gjallë, që ta udhëzoj Islamin s'duhet më e prek. Që të udhëzohet në Islam, që të pranojë madhin Zot nuk duhet më e prek dhe i vjen përballë. La ilaha illallah. Qa do bëj që i nderum, unë i pari dhe ju? Jo me të pas persekutu 20 vjetë të vra njerëzit e familjes e tafën, po i jertë këtë lëndu, themi ne. Nga jere themi dhe në Ramazan që duhet me falë. Mos të marrë të jerë më dorë filoni se di unë që i bëj. Edhe në Ramazan e themi. Se të ka fy, jertë ka boj, jertë keshe, po ja nuk është. Tani jerë i përbali krimja. Tha, o Muhammed, a më ke falë? Tha, sa më ka kërku mbrojtje bashkëshortja jote, je i sigur? Tha, më fale, mbas ka i zullume që unë bëra? Tha, po. Tha, të keq të kam njofë dhe Islamin e keq. E di, tha profeti, kjo nëse haro kur, tha e kam njofë Islamin të keq dhe ty të keq. Shumë botë për e njofin Islamin të keq, për e njofin profetin të keq, për e njofin musliman të këqi, se janë të manipulum. Ne duhet me nxjerr si profeti me i tregu që Islami nuk është kjo që njini ju, Islami është Islami i mëshirës, i paqes, i moralit, i humanizmit, i altruizmit, i çdo të mirë dhe Zoti i gjithësisë nga fillimi i Kuranit deri në fund kërkon besim ke Zoti, vepra të mira. Islami që njohin ato është Islam që s'ka lidhje me Kuranin. Islami që ato nuk e kuptojnë ose e paraqyjojnë nuk është Islami i profetit. Shiç ai tha. Tha unë të kam urryty, tha e di. Tha kam urry Islamin që ka ardhi, tha e di. Tha po unë sot që ti po më fal po të themi gjë, tha fol. Unë sot po të shpoj fuqishëm Zotin e gjithësisë që është një dhe një vetëm ti e profeti i tij. Tha i pranu. Profeti. Tha ata them dhe një gjë tjetër, shikoje, sa thash në fillim, kush e dashuron sundusin e madh do ta dashurojë njerëzia më parë. Tha, o Muhammed, tha fol. Tha kam harxhu pasuri kundra Islamit, 2 fish do t'i harxoj për Islam. Tha Zoti të bekof. Tha o i dërguar i Zotit, tha fol. Tha ftyra më urryme sipërfaqe tokës deri djeke që në ti. S'ka dashme që po flas me ty, fytyrë më dashme sipërfaqen e tokës se sa ty. A mund të lëshoj robe i shumë.
si ndryshon nga robi kështu, po me moral pra, me sjellje, me mirësi, me falje, me humanizëm.